Mirë se erdhët në rrezën e sotme, do të flasim për një problematik që na prek të gjithëve. Shpeshherë e neglizhojmë, por nuk duhet neglizhuar. Bëhet fjalë për bashkëjetesën në ambiente të përbashkëta. Në një komunitet të përbashkët, të gjithë kemi të drejtat tona, të gjithë kemi detyrimet tona, por shpeshherë këto detyrime apo këto të drejta keq kuptohen dhe agravohen më pas në situata konfliktesh mes banorëve. Bëhet fjalë për parkingjet për ambientet në komunitetet tona të përbashkëta, për zhurmat, për pastërtinë, për ashensorin, për ankesat ndaj administratorëve e të tjerë, probleme të cilat ju i hasni dhe ne të gjithë çdo ditë. Së bashku me Isidor Koti, që është administrator në komunitet, do të futemi pak më thellë në këto problematika. Mirë se erdhe, kënaqësi që je këtu në rrezën tonë. Prej vitesh në fakt që mbulon këtë fushë që është kaq shumë e rëndësishme për bashkëjetesën në komunitet, por mbi të gjitha, në mënyrë që të gjithë të gëzojmë atë hapësirën që shpeshherë ngatrojmë, themi se është private, pa ajo është hapësirë e përbashkët në komunitet. Prej vitesh dhe mua më kujton që intervistën e parë në hapat e parë të administrimit e kemi bërë dhe bashkë, që kur takohemi më duket se jemi në shtëpinë tonë, domethënë. Më vjen mirë. Edhe për të diskutuar problematika të tjera sociale që për të sigurisë janë të shumta. Janë të vështira për të menaxhuar, Janë të vështira, po jo të pamundura, nëse ne kemi dhe qytetarë që mirë kuptojnë dhe bashkëpunojnë, sepse çdo gjë varet nga njerëzit. Të ndajmë termin pronë private dhe pronë e përbashkët. Pronë e përbashkët dhe pronë publike. Pra janë tre koncepte që duhet t'i sqarojmë dhe duhet ndoshta t'i përvetsojmë siç duhet. Ajo që ndoshta dhe vuajmë sot, por që kjo ndoshta është temë tjetër, dhe komunikimi me njëri tjetrin. Se tek e fundit këtë presupozon komuniteti që të bashklidhemi, na bashkojnë interesat që jo vetëm të kalojmë kohën, apo të shfrytëzojmë një moment atë ambient, por dhe të kujdesemi që të funksionojnë sa më mirë. Dhe tani kemi një kaos urban, por të orientuar jo drejt kaosit, por drejt cilësisë, sepse ka shumë ndërtime, ka shumë komplekse, të cilat jo thjesht po ndërtohen shkelje shko, po ndërtohen me tendencën që të ketë dhe cilësinë në jetesë. Pra, po shikojmë jo thjesht në ato pjesët e elementve inxhinierik, që pallati të jetë sa më i sigurt, por dhe në ambientet e përbashkëta, sidomos nëpër komplekset e reja që po bëhen, qoftë masive, po dhe ato që janë me pak shkallë, po ta vini re, kujdesen që të kenë pemë rreth e rrotull, të kenë ndriçim sa më të mirë, të ketë një kënd lojrash, pastaj po të shkojmë më tutje nëpër lagje, është histori më vete ku ambientet publike pothuajse janë shumë të vogla ose inekzistente. Megjithatë, ne mendoj që ja vlen të fokusohemi tek ajo hapësira jonë fillestare, pra ajo që ne qëndrojmë më shumë që ka dhe afërsi me shtëpinë, dhe është obori përpara pallatit. Obori përpara pallatit, ambienti përpara pallatit, kur vim nga puna nuk dim ku të parkojmë. Isidor, aq që ngarkuar është sa që parkimet ndonjëherë ngatrohen, vinë nga lagje të tjera, si duhet vendoset ky rregull? Mua ndonjëherë më duket sikur Tirana në këtë drejtim nuk ka vend për të gjithë. Në çfarë kuptimi? Pra, kemi një densiteti shumë të madhe makinash. Unë po shikoja statistikat e fundit, madje para disa ditësh është nxjerrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve që Tirana, Shqipëria në tërësi, jo Tirana vetëm, por Shqipëria, tashmë ka arritur mbi 1 milion makina. Pra një popullsi prej 2.5 milion, i bie që kemi mbi 1 milion makina. Ama e vërteta është që nëse kemi raportin 1 me 2, pra 2 makina në një pallat, me 200 familje në një kompleks, i bie të kemi hapësirë për 400. Mundet? Jo. Absolutisht. Është e pamundur. Siç ka sot parkime në toksori që po i bëjnë me shumë kate, me 3, 4, apo dhe me 6 kate. Po që është kryesisht për qendra të tregtare apo biznese. Po jo, dhe për komplekse. Dhe për komplekse po bëhen me shumë poste parkimi. Ndoshta nga kjo densiteti e madhe, siç ndodhe jashtë, mund të ndodhi edhe këtu, që shumë pallate mund të kryejnë funksionin për vende parkimi publik, kundrejt një pagese. Është një hapësirë tjetër publike, po tani një zgjidhje do ketë, dhe ndoshta në një të ardhme mund të jetë kjo një zgjidhje, sepse çfarë do t'i themi banorëve, mos merrni makinë? Këtu kemi një problem tjetër bashkëshoqërues, që infrastruktura ka probleme, mungesa e transportit publik, në sensin jo vetëm të autobusëve, që dhe ato e dim çfarë probleme kanë, dhe mos merremi me kritika, po flasim si është realiteti, fakti që nuk kemi, siç ndodh në kryeqytete apo në qytete tjera europiane, ku duam të aderojmë, dhe pse mos i kemi edhe ne tek e fundit, që kanë edhe metro, tramvaja, pra kanë hapësira, kanë trena. Nuk do të përdorni makinë. Po, pikërisht. S'ke pse të dalësh me makinë ndërkohë që mund të ekzistoni. Nuk ekzistojnë, prandaj është bërë ky lloj kaosi
me parkimet. Deri diku thoshin nuk ka qenë nuk ka qenë domosdoshmëri, tani është pengesë. Kjo nuk do të thotë që këtij kaosi vetëm t'i vëmë gjoba. Siç ndodh rëndom sot. Unë po lexoja një njoftim zyrtar të policisë bashkiake të Tiranës para 2 ditësh që ishin bërë ankesa rreth 3500 nga banorët nga qytetarët në përgjithësi, 3500 ankesa për muajin janar, nga të cilat ishin ndarë ankesa për zënje të hapësirës publike, ankesa për zënje të persona me aftësi të kufizuar apo të ambienteve të tjera private, por nuk thuaj asgjë kundi për ambientet rrotulladere, sepse të gjithë e dinë, duke nisur dhe nga Tirana Parking, për shembull, që është një institucion bikqyrës i drejt për drejt, që jo të gjitha rrugët, për mos thënë pjesa dërmuese e rrugëve të Tiranës, nuk janë as me kartën e rezidentit. Pse? Sepse nuk e plotësojnë kriterin urban që të ketë mundësi dhe të parkosh dhe të kaloj makina apo të këmbehet makina mira tjetër. Mirë, do të flasim edhe për kartën e rezidentit, se çfarë të drejtash na jep karta e rezidentit dhe a funksionon siç duhet në zona të ndryshme të Tiranës, e po flasim për Tiranën, edhe rrethët ndoshta kanë problematikën e tyre, po problematika më e madhe është në Tiranë. Ne kemi me kamerën tonë kemi vëzhguar lagje si Astir 21 apo Ish Parku pikërisht për problemin e parkimit. Le të shohim panoramën në terren edhe më pas le ta diskutojmë. Me siguri po. E shohim insertin. Një nga problematikat më të mëdha të komunitetit sot janë hapësirat e përbashkëta. Kryeqyteti e vuan këtë më shumë se çdo qytet tjetër, kjo edhe për pasojë të mbipopullimit. Mungesa e hapësirave sjell edhe një fenomen tepër të rrezikshëm, atë të grindjeve dhe debateve, të cilat shpeshherë kanë përfunduar edhe në ngjarje tragjike, ku komshiu pas një debati për parkim ka goditur fqinjin duke i shkaktuar humbje jete. Me kamerën tonë kemi vizituar disa nga zonat më problematike të Tiranës. Në Astir çdo rrugë është e zënë në të dyja krahët. Automjetet madje i sheh edhe mbi trotuar, si dhe mbi vija të bardha. Për banorët, parkimi në zonën ku banojnë është kthyer në stres. Parkimit dja ku i shikon, vijat e bardha këtu, makinat parkojnë aty. A ka pasur në herë dhe debate me njerëzit? Ka pasur debate, ka pasur kërvishin makinash, se kur parkon aty ai nuk e sheh se kur vjen makina gjende e shoferit tjetër, dhe përplasin këtu goditet makina. Po si banor ku i parkoni apo ku gjeni? Ku gjeni? Ku ka parkime këtu? S'ka parkime. Buani? Sot duash, për ditë. Kërcasin gjobat për ditë. Regulatorit thashme që para jo shteti. Shteti bën këto rregullime. Edhe 30.000 lek muj. Po vjeti, po rroga Lali apo vajza paguan? Vajza paguan, është vetën punë për këthyse që ke bloku që gje me lek vetë. Po e që ti si s'ka lek. Unë në pension tem me pas makinë, unë e pa gjujës, unë me 200.000 A ke parë ndonjëherë të ndodhi që edhe të zihen për parkim gjenjë? Janë vra për parkim, këtu e në Astir, po janë vra. Ka parkim në zonën ku ju banoni? Jo. Si a bëni? Me pagesë do jo. Ndodh ndonjëherë që ju zënë edhe shesh pushimin? Di edhe e punë po. Zënë. Ka ndodhur ndonjëherë kesh rastisur edhe me njerëz që bëjnë debate për parkimin, zihen? Debate mos pyetën për ditën e punë bëhet. E njëjta pamje është edhe në zona të tjera të Tiranës, pranë Laprakës apo edhe në lagjet midis 21 dhjetorit. Situata përsëritet. Qytetarët kanë improvizuar shishe dhe trekëndça hekuri për të zënë hapësirat përreth shtëpive të tyre në mënyrë që të parkojnë. Shënime ka edhe në mure mos parko. Zëri i komunitetit shpeshherë nuk dëgjohet. Shumë kanë zgjidhur duke parkuar në hapësira me pagesë. Të tjerë kanë mundur të blejnë hapësirën e garazhit, por të gjitha këto janë zgjidhje individuale. Edhe në zonat e ndara nga pushteti vendor, ku shumë qytetarë janë pajisur me njoftim rezidence, nuk vlejnë, pasi shumë të tjerë nuk i respektojnë ato. Lagjet janë kthyer në vende të ndara me çengele hekuri e bidona plastike. Por a ka një zgjidhje? Luftë e përditshme është parkimi në shumë pallate. Si mund të zgjidhet pas që shumë banor vendosnin shisha apo objekte rreth afër shtëpisë së tyre për ta mbajtur si parkimin e tyre? Kjo është e lejueshme? Nëse është afër, po themi, shtëpisë së vet dhe është bërë një marrëveshje në komunitet se na ka qelluar, për shembull në zonat që ka shumë hapësirë, shumë pak hapësirë parkimi, siç është zona për shembull e bllokut apo zonat rrotull qendrës, që ka shumë dyndje dhe pak mundësi për të parkuar
banorët indigjen, pra banorët që janë të përhershëm aty, ata janë marrë vesh me një tjetrin dhe nuk është e gabueshme tek e fundit, sepse ata quhen rezident. Dhe për të ardhur ajo pyetja që bët pak më parë te çështja e kartës së rezidentit, duhet të kuptojmë që karta e rezidentit në vetvete është një zgjidhje lokale, por e pa adresuar. Është shumë e mirë sepse nuk gjobitesh, pra kjo është pjesa pozitive, të mbron, por ama ajo presupozon që në një zonë caktuar, ta zëm në zonën e 21 dhjetorit, ti mund të parkosh edhe afër kryqëzimit, mund të parkosh edhe afër zogut zi, mund të parkosh edhe afër patës me shigjeta, vetë me këtë kartë. Pra presupozohet që ti ke mundësinë që të shkosh gjithandej të parkosh dhe të mos gjobitesh. Gjithmonë në zonat mos harrojmë që janë me tabel rezidenti, sepse nëse nuk ka tabel rezidenti, je destinuar të gjobitesh. Nëse ke fatin e mirë, mos gjobitesh, fati yt, por në përgjithësi gjobiten. Po sa shkojnë pagesat për parkim? Dëgjuam një çmim 30.000 lek. 30.000 lek që ka lirë fare, sepse 30.000 lek të vjetra ka qenë këtu e vite më përpara, por sot minimumi në dijenin tonë në zonat e dyta të Tiranës shkon diku te 50-60.000 lek të vjetra parkimi, kurse në zonat disi më elitare, po themi shkon 100-120 apo 150.000 lek, ka dhe zona afër qendrës, të cilat shkojnë dhe 200.000 lek të vjetra. Një post parkimi për një farë mënyrë një lloj gjysëm qiraje mujore e shtëpisë. Vetëm për parkim. Po do parkosh edhe makinën se ku do ta çosh. Për më tepër, po flasim për makinat që janë dhe shumë të shtrenjta, janë detyruar që të parkojnë të jenë të sigurta. Të sigurta, madje marrin dhe me çepen parkime të brendshme nëpër pallate për shkak, që i marrin me një kosto goxha më të lartë. Kemi dëgjuar edhe dikush mund të ketë marrë 2 postë parkimi, mund të paguajë 400-500 euro vetëm për atë parkim. Por ka mundësitë më të mëdha ekonomike dhe kështu i ke dhe jashtë, kështu funksionon. Po të vini re, shkonim tazëm në Barcelonë, në rastisi një natë kemi lënë makinat, shkoi gati 40 ca euro vetëm posti parkimit, i qëndrimit. Kanë kosto, sepse është një gjë që tek e fundit do ta paguash për një shërbim caktuar. Por ai është biznes. Për momentin kjo mbetet zgjidhja me pagesë, po edhe kjo është kaos për më vete se. Çko, mund të bëjmë një pyetje të tillë krahasimore, se dua që të sjellim shembuj me që gjithmonë pretendojmë të shkojmë drejt Europës. Pra, unë e quaj sot veten pavarësisht jo de jure, por de facto jemi brenda Europës, pra presupozojmë që jemi qytetar europian. Tani, pyetja që shpesh i bëj vetes dhe kur kam shkuar në rastin e Francës në Paris për shembull, që është një qytet me miliona banor, si ka mundësi që nuk ka këtë lloj kaosi që ka Tirana. Jo vetëm aq, po ka dhe dhe këtu është ajo që një qytetar tha pak më parë në insert, që tha që duhet dora e shtetit, pra duhet ndrysh shteti, dhe ka mënyra të ndryshme. Për shembull makinat aty nuk dalin çdo ditë. Janë me targa, për shembull të hënë, të mërkurë, të premte janë me numra tek targat. Shembuj që mund t'i marrin nga jashtë. Është ajo që tham pak më parë, transporti publik është shumë i zhvilluar dhe nuk të leverdis që ta nxjerrësh makinën. Pikërisht, sepse ti për të shkuar në punë s'ke të marrësh makinën dhe të heqësh një qerre me vështirësi për të ardhur deri këtu, ndërkohë që e di shumë mirë ku fillon edhe kur mbaron një autobus, një linjë e rregull autobusi apo metroja e kështu me radhë. Gjë që neve na mungon dhe prandaj kemi ardhur këtu ku jemi. Nëse do të kemi një bashkërendim të institucioneve, pra në ndërhyrje në kuptimin e rregullimit dhe të zbatimit të legjislacionit, duke rregulluar dhe mënyrën se si do shpërndahen lëvizjet e makinave, mendoj që edhe këtu mund të rregullohet. Për momentin që kanë lënë makinën dhe kanë marrë biçikletën, por infrastruktura sërish i pengon për vijat ose rrugët ku kalohet me biçikletë. Unë personalisht përdor biçikletën. Po thuaj se gjatë gjithë ditës në Tiranë dhe edhe shoh që edhe me biçikletë është bërë shumë vështirë. Sepse s'ka hapësira. Dhe ka një problem tjetër që edhe nëpër vendet që janë të supozuara për biçikleta dhe aty të shohim makina. Parkojnë makina. Një problem tjetër, për shembull, që pavarësisht se me ligj ekziston, por pothuajse nuk zbatohet, është dhe makinat e transportit të mallrave. Që ato normalisht duhet të ishin në një orar të caktuar që nuk ka shumë lëvizje popullsie. Por ne i shohim ore pa orë. Ju e keni parë afër një marketi të bllokon rrugën, fillon dhe normalisht duhet të ketë një orar të caktuar. Pra të gjitha këto mund të rregullohen. Të gjitha këto mund të rregullohen. Përtimin e ambulancës, të urgjencës, të zjarfikse, se sa e vështirë është për të kaluar dhe për të dhënë ndihmën. Ka raste që këto mjete publike,
të emergjencave, nuk arrin të depërtojnë as nëpër pallate. Sepse është aq e ngushtë rruga sa që nuk ke mundësi të futesh. Na ka rastisur me që me pallate ka marrë flak një parkim e nuk është futur dot ambulancë. Ajo zjarfikse. Do të të gjithë banorët që janë për të hequr makinat ose kemi parë me barela duke i transportuar njerëzit për të shkuar në ambulancë sepse nuk ka nga të dali. Këto janë çështje që nuk kemi gjë në dorë, por që patjetër që dora e shtetit ka në dorë administratori pallati, ka shteti patjetër. Po një administrator komuniteti, siç ju jeni prej vitesh, sa të vështirë ka ta menaxhoj këtë punë? Për ambientet e përbashkëta, për mirëmbajtjen, për pagesat, për ashensorin, për zhurmat, cilat janë problemet më të shpeshta? Unë përpiqem që të sqaroj banorët rolin e administratorit. Sepse administratori nuk është perëndia e pallatit, në kuptimin që mund të bëjë gjithçka dhe ka në dorë gjithçka, por është një i deleguar që përfaqëson interesat e banorëve dhe që i zgjidh këto probleme në bashkëpunim me banorët. Apo dhe me institucionet, sigurisht. Nuk është administratori personi që ka veshur një mantel dhe me këtë mantel, si dikur të plot fuqishmit e zonave apo të lagjeve apo sherifat e dikurshëm të atyre filmave që kemi parë, që mjafton të fjala e tyre dhe ishte ligj. Nuk është kështu. Administratori është një përfaqësues i banorëve që ndjek problematikat, i gjendet e tyre në kohë, patjetër që mbledh tarifat e banorëve për të paguar shërbimet përkatëse, ashensorin, sanitaren, elektricistin, hidraulikun, çdo lloj shërbimi, sepse çdo gjë ka kosto. Dhe mbi bazën e këtyre detyrimeve që parashikohen në një kontratë të rregullt, ligjore, që njihet dhe planohet nga bashkia, ai paguhet me një X shumë që është daportuar. Që varion sipas zonave dhe pagesa patjetër. Shiko, të sqarojmë dhe një gjë tjetër që e kemi hasur prej vitesh tashmë, njerëzit akoma ndoshta nuk e dinë që administratori nuk është një i punësuar nga bashkia, por është një operator privat i cili është i licencuar për të ushtruar këtë aktivitet. Në mënyrë alegorike, unë e bëj këtë krahasim dhe shpesh ju them që ne jemi pak a shumë si punë e shoferave, pra taksistëve, që marrin një licencë dhe e shfrytëzojnë atë për të bërë një shërbim caktuar, për të marrë, për të transportuar nga një vend në vendin tjetër, pra në mënyrë krahasimore. Dhe ne marrim një licencë kundrejt edhe sepse jemi të pajisur dhe me NIPT, pra kundrejt detyrimeve që kemi ndaj organeve tatimore apo bashkisë e kështu me radhë, dhe ushtrojmë këtë aktivitet për të mirëmbajtur ambientet e përbashkëta. Për të funksionuar, që ajo këtu fillojnë pastaj probleme, pikërisht. Kur themi ambientet e përbashkëta, dihet që ambientet e përbashkëta janë ambientet që i përkasin oborit pallatit, i përkasin pjesës së parkimeve, i përkasin tubacioneve, i përkasin ashensorit. Shumë herë njerëzit thotë që më zgjidhe problemin me komshiun, se ai po bën zhurmë lart. Shiko, unë mund të marr rol, unë nuk e përjashtoj veten nga kjo pjesë, për të ndikuar, për të ndihmuar, por jam në rolin këshillues. Unë nuk jam në rolin që po bëre zhurmë ti do të vë gjobë apo do të nxjerr nga shtëpia. Tani zhurmat në Nuk e bëj pallate, dot unë atë gjë. Kemi zhurmat, ankohemi për komshin, fjala si zgjidhen. Marrëveshje me to? Jo, nuk ka ligj për këtë gjë. Ka orare të caktuara që ti mund të bësh një ditëlindje për shkakun dhe të ngresh pak muzikën. Deri në? Por në gjatë verës është deri në orën 12 darkës. Në dimër është deri në orën 11. Apo nuk është puna vetëm puna është kur bëjnë punime. Po. Për kur bëjnë punime restauruse në përshpira. Nuk shpjetet ky orari. Vend e pa vend, orar gjumi ke fëmijë, oraret vazhdojnë. Tani në këto raste njoftohet ose administratori dhe administratori shkon komunikon, por ai mund të thotë që unë kam marrë leje. Dhe mbi bazën e lejes unë veproj në këto orare përkatëse. Në këto momente që mua nuk më bindet për pjesën që mos bëj zhurmë, atëherë ka një institucion përkatësh, policia bashkiake, dhe ata vinë dhe ndërhyjnë, vën gjobë ose i këshillojnë, ose nëse prap nuk i dëgjojnë këta, pastaj vjen policia e shtetit që bën dhe shoqërimet përkatëse apo sqarimet ligjore e kështu me radhë. Do thoni sa zbatohen. Problemi i zbatimit ju e dini që është shumë e vështirë sepse ai thotë që unë do mbaroj për 1 orë, e zgjatë një 2 orë të tjera. Njerëzit ankohen, fillojnë pastaj jo po s'po më shërben mirë, jo po s'të paguaj më tarifën e administrimit.
Kjo pjesa e pagesës është sa problematike është, Isidor? Jo vetëm eksperiencë personale, por edhe kolegë të tjerë. Të interessi, se u bëm 10 vjet me këtë punë dhe vazhdon e njëjta histori dhe ndoshta do vazhdoj, nuk e di se sa. Mund të vazhdoj me vite, do Zoti të rregullohet një e mirë. Por unë përpiqem gjithmonë që të kanalizojmë çështjen në aspektin ligjor, se tek e fundit ligji është rregullatori, nuk është vetëm fjala apo forca, është ligji. Dhe ligji ka dhënë një ligj i ri tashmë para disa muajsh, pritje edhe amendimin se akoma nuk ka filluar të zbatohet. Por ligji e përcakton qartë që çdo administrator duhet të nxjerrë një faturë, pasi pajiset me NIP, ta paraqesë këtë faturë dhe në momentin që nuk paguhet tarifa, atëherë nuk ka nevojë për gjykat më, po për përmbarim. Merret një dakordsi nga kryesia, pra kryesia e banorëve, që këto nga ata 50 banor, 50 familje, 5 nuk kanë paguar, për 3 muaj nëse nuk paguan i bie që të kalon dhe me kamat, dhe në 30%, gjithmonë sipas ligjit, dhe kalohet në përmbarim. Ne nuk duam të ndëshkojmë askënd, as nuk bëhet fjalë ta mendoj këtë gjë. Po ka ca ama që e meritojnë. Po që e meritojnë, se dhe ju që merreni me këto probleme, nuk merreni vetëm për individ të caktuar, por për gjithë komunitetin. Unë, gjëja e parë, të flasim pa doreza. Gjëja e parë që shkoj, mendoj, është patjetër pagesa ime. Kushdo që tjetër. Po mirë, këta që nuk paguajnë se janë të pakënaqur apo nuk e kanë. Po ka arsye nga më ndryshme. Një nga ato mund të jetë edhe pakënaqësia ndaj shërbimeve. Ka dhe raste që dikush më mori para 2 ditësh, më tha, unë nuk të jap më lekët se kanë nxjerr 3 karige më shumë ai lokalit aty. Më fal, po ç'lidhje ka ai veprim që bën një i jashtëm, që mund të ketë marrë leje me mirëmbajtjen e ambientit. Pra ngatrimi i kompetencave, sepse mendojnë që administratori është i gjithë pushtetshëm. A kryen mbledhje me administratorin dhe banorët? Bëjmë mbledhje, por kuptojnë më mirë rolin e tij? Por nuk ka nevojë se sot nuk ka nevojë të bëhet një mbledhje se jo të gjithë kanë kohë. Që të rinë 2 orë të shpjegosh cili është historia e administratorit. Po, një herë në vit. Sot mjafton të futesh në Google, të klikosh detyrat e administratorit, se gjithë jemi para celularit dhe shikon. Ligji e paracakton, edhe normalisht një herë në vit duhet bëjmë mbledhje asambleje. Po dhe kur bëjmë asamblet, nga 100% e banorëve nuk na vin as 5-6%. Po ka dhe një lloj neglizhence për të së vërtetës. Ndoshta dhe zhgënjimi. Po ndoshta dhe një lloj zhgënjimi, sepse ka patur tjetër pritshmëri. Mund të ketë pasur pritshmëri që të ndërhyj bashkia, nuk ka ndërhyrë. Të ndërhyj policia, nuk ka ndërhyrë. Të ndërhyj administratori, nuk ka fuqi. E thot, po kjo punë kështu ka marrë, e kështu do vazhdoj. Edhe e neglizhon. Problemet janë të panumërta. Gjë që prandaj them që këto nuk bëhen në mënyrë të personalizuar, pra nuk është se do bëj unë mrekulli, apo do bëj vetëm një institucion përkatës, po kjo do bëhet në bashkërendim. Po nuk funksionuan gjithë elementet e një zinxhiri, nuk ecën dot përpara kjo makineri. Janë të temave të ndryshme në fakt problematika që ekzistojnë në komunitetet ku ne jetojmë. Ka përshtypjen që ka çdo mundësi që herë të tjera t'i sjellim në studio. Çështje ka një problem më vete, edhe me zhumat që ju thatë, apo dhe me kafshët që mbajnë në shtëpi, apo dhe me ato qeset që i lënë në derën e shtëpisë jashtë edhe fillojnë ankohen banorët komshitë e tjerë me drejtë sepse fillojnë vjenera e keqe. E të tjera probleme që kjo është pra që duhet të njohim që jemi në një komunitet të përbashkët ku kemi detyrime dhe kemi të drejta, por këto problematika më mirë do t'i shohim edhe në vazhdim, edhe duke i filmuar, edhe duke marrë mendimin e banorëve dhe më pas t'i japim ato zgjidhjet. Është e nevojshme kjo sepse për të vërtetës kemi nevojë dhe të edukohemi në këtë drejtim. Si në shumë fusha të tjera. Si në shumë fusha, por kjo e jetës sociale është shumë e rëndësishme sepse tek e fundit në fund të ditës ne shkojmë në shtëpi dhe po pam pislëk, po pam një asheson që nuk funksionon, po dëgjuam zhurma, po ta nxin jetën thua, prandaj kanë filluar një pjesë po marrin shtëpira private tani, po ikin nga pallatet se s'po ja dalin dot më. Gjë që gjithsesi edhe kështu nuk mund të funksionojë se ndërthurja e komuniteteve nga zona të ndryshme, shtesa të ndryshme i bën pak më të vështirë këtë bashkëtesë. Dhe kanë arritur deri në ato nivele vendimarrje, dhe që janë vendimarrje reale të komunitetit, që dhe kur hyn dikush një blerës i ri, apo sidomos një qiraxhiri, e pyesin nga është kalon në këtë lloj komisionit pallatit që të pyet për sa kodorish, çfarë profesioni ushtron, do respektosh këtë rregullore të pallatit, dhe kam përshtypjen që do arrim dhe ne në këtë ditë, sa të kalojë ndoshta kjo faza kaotike që ka nevojë të sistemohet. Që vështirë në këtë kaos. Vështirë, unë nuk shoh asgjë të pamundur. Nëse ju thashë një herë bashkëpunojnë të gjithë. Dhe të gjithë kemi nga pak rol. Ne këtu në emision, duke përcjellë një mesazh, ndoshta edhe kur shkojmë duke bërë intervista ose duke ju treguar diçka, por dhe disa projekte që mungojnë, do ishte shumë mirë bashkia apo institucione tjera të kulturës që të jepnin mesazhe nëpër komunitete
te fëmijët sidomos, sepse ata e përtitin më mirë mesazhin dhe do jetojnë në të ardhmen në ato komunitete, duhet pak edhe angazhim edukativo-kulturor, që njerëzit ta ndjejnë, jo vetëm ta mësojnë, po dhe ta praktikojnë. Si detyrim edhe si nevojë. Si një lloj detyrimi të brendshëm, jo thjesht si një detyrim që duhet ta zbatojnë. Shikon ata më të përgjegjshëm, edhe më të përgjegjshëm. Gjithsesi, do të kemi mundësi që në herë të tjera të sjellim zërin edhe problematikat reale nga tereni të qytetarëve. Për detyrë qytetare, jo vetëm në funksionin që ushtroj, po dhe për detyrë si qytetarë që të japim një kontribut të gjithë. Kështu që dhe juve në emisionet tuaja dhe ne në rolin e administratorit, apo dhe të qytetarit, nuk na kushton asgjë gjysmore apo një orë qoftë në javë, pse jo dhe në ditë, po të paktën në javë, të përcjellim disa mesazhe të rëndësishme që do t'i ndihmojnë banorët. Unë doja t'i bëja edhe një thirrje qytetarëve që na kanë ndjekur për çdo ankesë, problematik të zonave të ndryshme ku ata jetojnë në Tiranë, të na shkruajnë në faqet tona, rrjetet tona sociale, Reze Dielli, Facebook dhe Instagram, për t'i marrë në konsiderat në herët e tjera për problematikat që ata kanë dhe më pas për t'u çuar një kamerë dhe për ta treguar problematikën që ndodhet në zonën e tyre të banimit. Sa herë të jetë e nevojshme për të dhënë këshilla dhe sqarime dhe orientimet e duhura, që t'i ndihmojmë qytetarët, por pse jo dhe t'i zgjojmë ndonjëherë institucionet që ndoshta edhe pa dashje i neglizhojnë dhe i lënë të agravohen dhe të precipitojnë situata konfliktuale. Sillin dhe stres, konflikte me radhë. Faleminderit Isidor për bisedën. Ne do të shkalojmë në publicitet, rikthehemi me rubrikën Bëje Vet.